Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mesazhin për kryeministrin Edi Rama për fitoren në zgjedhjet parlamentare e lidhje me procesin e integrimit të vendit në BE, që ishte edhe kauza e madhe e fushatës së Partisë Socialiste. I dashur Edi, urime për fitoren tuaj në zgjedhje. Në udhëheqjen tuaj Shqipëria ka bërë përparim të madh drejt bashkimit tonë. Le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reformat e Bashkimit Evropian. Shqipëria i përket BE-s, pres me padurim t'ju përgëzoj personalisht nesër në Tiranë, shkruan von der Leyen në një postim në platformën X. Rama e falenderoi duke theksuar se nuk kishte moment më të mirë për të pritur në Tiranë liderët e Europës në takimin e komunitetit politik. Nuk mund të ishte një moment më i mirë për t'ju uruar mirëseardhje në Tiranë, menjëherë pasi populli shqiptar foli me zë të lartë për ëndrrën e tij të madhe dhe vendosmërinë e palëkundur për t'u bërë antar i plotë i familjes së BE-s brenda kësaj dekade, shkruan te kreu i qeverisë mes të tjerash. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se mezi pret që të jetë në Shqipëri për ta uruar personalisht kryeministrin Rama për fitoren. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, që po ashtu do të jetë në Tiranë për takimin e komunitetit politik, e përcolli në Shqip urimin dhe mesazhin për mbështetje në procesin e integrimit. Urime mik i dashur për fitoren tënde në zgjedhjet parlamentare. Franca do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, thuhet mes të tjerash në mesazh. Mesazhi urimi dhe angazhim për bashkëpunim në sfidat e përbashkëta dhe bashkëpunimin mes vendeve. Kryeministri Edi Rama mori thuajse nga të gjithë liderët e vendeve të BE dhe Europës e më gjerë. Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ishte ndër të parët lider të vendeve në lindjen e mesme që uruan kryeministrin shqiptar për fitoren. Në mesazh, nënvizoi rritja e fortë e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe dëshira për bashkëpunim të mëtejshëm në të mirë të dy popujve.